Prej muajsh 28 familje të komunitetit rom që jetojnë në kontenier kanë kërkuar ndërhyrje pasi jetesa ishte e pamundur. Bashkia e Shkodrës ka përfunduar këtë investim që synon përmirësimin e kushteve bazë të jetesës dhe rritjen e dinjitetit social të kësaj shtrese në nevojë. Nënkryetare e bashkisë Teuta Qyteza së bashku me stafin e shërbimeve sociale vizitoi familjet përfituese, duke parë nga afër punimet e kryera dhe ndryshimet pozitive në jetesën e tyre të përditshme. Banesat kishin nevojë urgjente për të riparuar dyshemet dhe ne e morëm shumë seriozisht dhe një investim i mirëfillt i bërë nga bashkia në të gjitha banesat, në mënyrë që të mos kishim asnjë lloj diferencimi, ka bërë të mundur që tashmë jo vetëm janë të niveluara dhe të rregullta të gjitha banesat dhe premtojnë për një banim normal, por është e zauru dhe problematika që to kishin me insektet. Pra me këtë investim, i kemi përmirësuar cilësinë e jetës në të gjitha aspektet, edhe në atë shëndetësor, edhe në estetik. Po jena shumë të kënaqur, po si shumë, jo pak për shumë. Tepër të kënaqur jemi. Unë për veten time njerëz jam kaq i kënaqur që s'ka ku të shkoj më. Jam tepër rahat, tepër mirë. Nuk di se çfarë më ju shpjegoj. S'kam ku të ashtu më mirë. Jetesën që po bëj unë këtu, jam falenderoj tepër i bashkisë. Qa kemi pas nevojë na kemi plotësuar kushtet. Qarë kemi shkuar, kemi thënë, kemi këtë problem, na kanë ardhur, na kanë ndihmu, na kanë bë. Për çdo gjë vinë. Shumë mirë, shumë pastër, çdo gjë në rregull. Na kanë ndihmu shumë Bashkia e Shkodrës, kemi ankesa për asaj. Nuk shtroshim dot i tapet, nuk rrugulloshim dot shtëpiat, na delte ujti nga poshtë, mante erë shumë, mrena nuk rishim dot. Vendosja e dyshemeve të reja ishte një nevojë urgjente, pasi lagështira dhe amortizimi i mëparshëm e vështirësonin jetesën, deklarojnë banorët. 28 familje u strehuan në kontenier 3 vite më parë, ndërkohë që 10 të tjerë vijojnë të kërkojnë ndihmën e institucioneve për strehim.